E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota, më të sinqerta, siç ai meriton falenderime e lavde pafund. Zoti ynë, ty të qofshim falë për çdo mirësi e begati që fale e dhurove. Të lutemi ja Allah, shtoje mirësinë për gjithë secilin prej nesh, ti e dhuruesi i mirësive dhe i begative. Ti je ai që për shumë pak për i krijesave dhe robëve tu fal shumë ja Allah, e kthen me shumë fish. Të lutemi ty o Zot, orientoj zemrat, mendjet tona, shpirtrat tanë për tek më e mira, tek rruga jote. Atë që ti e udhëzove dhe orientove, kush mund ta devijojë nga udhëzimi yt, subhanallahil azim. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç ti, është vetëm i vërteti Allahu xhalleshanuhu. Dëshmojmë se i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i miri njeri, atij familjes ti, shokëve ti. Zot, fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët që me përpikmëri dhe me shumë shpirt ndjekin rrugën e bukur dhe rrugën e pastër, ja Allah, amin. Sot me lejnë Allahu xhalleshanuhu nisim të flasim pak për disa ajete që janë surën Furqan. Ajetet bukura të mrekullueshme ku Zoti xhalleshanuhu na tregoi cilësitë e disa njerëzve që janë ibadur Rahman, janë robët e mëshiruesit, janë robët e Allahu xhalleshanuhu ashtu siç i ka hije. E duke na dash neve Allahu xhalleshanuhu me na tregu se kush dëshiron, stafeta është e hapur. E mundësia është për çdo i cili i plotson kriteret dhe i cili i plotson këto që i ka përmend Zoti xhalleshanuhu tek cilësitë që duhet kenë ata që futen tek rrethi i njerëzve të dashur ose që quhen me plot gojen robët e mëshiruesit, pra robët e Allahu xhalleshanuhu. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Robët e mëshiruesit janë ata cilët kur ecin në tokë ecin me qetësi. Nuk kanë as mendje madhësie, as sikur po çajnë tokën, edhe as sikur po arrisin qiellin, as sikur po kalon dikush që ka në i gjon ndryshe nga të gjithë njerëzit e tjerë, por se ecin me qetësinë e vet, kanë lidhjen me Zotin xhalleshanuhu, janë tek bota vet dhe ecin me mirësi pa trazuar askënd, pa dashur që të bëjnë mëkate dhe pa dashur të shkelin drejtat e tjerëve, pa dashur të hynë haka skujt aty ku kalojnë gjejnë rrugën e vet atë që i ka fal Zoti xhalleshanuhu dhe ecin rrugën e vet me qetësi, thot Allahu xhalleshanuhu, dhe me paqe. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dhe kur ato kalojnë rrugës dhe ju flet dikush, ata që janë të paudhëzuar, ata që janë pra ignorant ose ata cilët janë njerëz që nuk kanë lidhje, po mund të jenë edhe besimtar. E nëse atyre ju flasin me një gjuhë jo të hishme dhe të pakëndshme, ata nuk kanë kohë që t'i kthejnë me të njëjtën monedhë përgjigje. Jo se nuk kanë përgjigje për ta, përgjigje mund të kenë madje edhe më shumë se që kanë folë. Por, duke dashur të ruajnë pozitën që duan të arrijnë tek Allahu xhalleshanuhu dhe të bëhen rob të mëshiruesit, ata e dinë shumë mirë se të rrish në këtë rreth, pra në rrethin e mëshiruesit, në rrethin e dashurve të Allahu xhalleshanuhu, ka disa kritere dhe ka disa rregulla që duhet të jesh ndryshe nga njerëzit e tjerë që s'kan lidhje me këtë punë. Prandaj, ato nuk kanë kohë të humbë, sepse kohën e kanë shumë të shtrenjtë. Kohën e kanë shumë të shtrenjtë dhe thonë selam, paqe dhe vazhdojnë pra rrugën në qëllimin e tyre që kanë në lidhjen me Allahun xhalleshanuhu. Shikoni mirësinë që këta njerëz shpërndajnë në raport me krijesat dhe me njerëzit e tjerë. Edhe në punët e përditshme kanë korrektesë, pra janë shumë korrekt me njerëzit, nuk i hyn hak kujt. Ato nuk gënjejnë, ata nuk shfrytëzojnë rastin ose të kapin momentin që me godit dikë ose me i bot dom dikujt. Hajtë se merë di rastit tash i moment dobësie dhe t'i bim dikujt ose të bëjmë diçka. Ata kanë rrugën e tyre edhe kanë lidhjen e vet me Allahun xhalleshanuhu dhe kanë qëllimet e veta në jetë, pra si të bëhen dashur të Zotit, edhe si të jenë njerëz të mirë dhe të pajshëm, si prej tyre dali vetëm selam, vetëm paqe, mos dali diçka e keqe, pra diçka ndryshe nga paqja edhe nga mirësia e Allahut xhalleshanuhu. Mirësia e tyre
i përfshin edhe të dishmit edhe të padishmit, i përfshin edhe besimtarët edhe mos besimtarët, siç na tregon neve Allahu xhelleshanuhu. Ku janë ata të cilët me fjalorin e tyre ose me fjalët e tyre ose me gjuhën e tyre nuk i lejnë rahat krijesa dhe nuk i lejnë rahat robët e Allahut? Ku janë ata të cilët duan më ngrit duke gjujt tjerëve? Ku janë ata të cilët me zi presin që dikujt t'i gjejnë rastin që t'i bëjnë dëm? Ku janë ata të cilët nuk e pastrun edhe se pastrun i herë zemrën për hatër të Zotit xhelleshanuhu dhe të sillen si rob e mëshiruesit, si rob të dashur të Allahut xhelleshanuhu? Ata njerëz të mirë e kanë kuptuar që të futesh në rrethin e robëve të mëshiruesit duhet që të mbajnë nivelin edhe pjacën që ja kërkon vetë kjo pozitë edhe vetë ajo që ata përfaqësojnë pra. Sepse kush lidhet me Allahun xhelleshanuhu, ka kush ja mbron krahët, ka kush ja mbron të keqen atyre. Derisa e kanë lidhjen me Allahun xhelleshanuhu, nuk ka nevojë që ata të merren pra dhe të bien në nivelin e dikujt tjetër që nuk ka nivel ose që don t'i tërheqi në nivelin e ulët, Zoti na ruaj. Tek Imam Ahmedi transmetohet në hadith se profeti alayhi salatu wassalam pa dy vetë të cilët po bënin debat me njëri tjetrin. Njëri shante dhe ofendonte Zotin na ruaj, kurse tjetri i thonte paqe. Paqe. Vlla, ta pruv Zoti marr, të lutem, ta pruv Zoti marr. Okej, e lejm, vazhdojmë. Dhe thot profeti alayhi salatu wassalam, pasha Allahun thot. Allahu xhelleshanuhu thot ka caktuar një engjëll thot. Ky që thot paqe bën dua për të, ndërsa ky i cili shan pra shajtësit i thot ashtu si shan ti e meriton thot, ndërsa ky tjetri meriton paqen edhe mirësinë e Allahu xhelleshanuhu. Vëllezër dhe motra në Islam, vetëm fjalori i fjalëve të pista nuk ka vend në fen ton ose në besimin ton. Imagjino një person, siç tregohet në historitë e mëparshme në hadith e vërtet, i mori borxh dikujt tjetër, i ndante deti, pra njëri ishte nga një kraj deti, tjetri ishte në krahun tjetër. Dhe i tha, me lejen e Allahut, tha, këtë borxh tha 1000 dinar, unë do ta kthej tha në filan datë, mbas një viti. Dhe e mori borxhin. Në momentin që po jepte borxhin, ky shoku i tij ose miku i tij thot, "Kë do të vëmë dëshmitar?" Thot, "Pasha Allahun, thot, dëshmitar tjetër nuk kemi, po është Zoti dëshmitar." "Kë do t'i vëmë garant?" Thot, "Garant këtu nuk kemi, thot, mu këto parë thot më duhen shumë, po ati lejmë Allahun xhelleshanuhu garant." Imagjino, kjo mund të jetë grada më e lartë e besimit, po Zoti na ruaj, mund të jetë edhe grada më e ulët e mashtrimit, që të mashtrosh në emër të Zotit, edhe siç ndodh rëndom nga dikush, Allahu na ruaj, që në emër të Zotit i rrejnë njerëzit edhe zhgënjehen njerëzit pastaj edhe marrin edhe imazhin e keq edhe për fenë edhe për muslimanët edhe për besimtarët. E din që tjetri është besimtar dhe i hyn nga dera e besimit kur bëjnë biznes me qëllimin që me rrejt, me qëllimin që me gënjy, me qëllimin që me përfitun kurrizti, Zoti na ruaj. Kjo është gradë e ulët. Në emër të Zotit të rresh edhe të gënjesh edhe të mashtrosh tjetrin dhe të përfitosh nga tjetri, Allahu na ruaj. E profeti alayhi salatu wassalam thot, e ka mallku Allahu thot, atë tregtar ose biznesmen që don ta shesi mallin e tij para akşamit don me shit duke u betuar në Allahun xhelleshanuhu duke rrejt. Pra duke rrejt, pse thot para akşamit? Sepse para akşamit mbyllen biznesin, kanë pas mbyll biznes, mbyll te tregu dhe duan me mbyll ditën, pra gjithë secili thot, hajde ta heq mallin për sot, edhe fillon duke rrejt e duke mashtruar njerëzit, edhe që ta besojnë tjerët betohet në emër të Zotit, Allahu na ruaj. Kalon viti dhe ky personi që ishte nga ana tjetër e detit, çfarë bën? Dilte për ditë në port, shifte a ka ndonjë anije që shkon për nga bregu tjetër, pra nga ana tjetër. Dhe ato ditë që po afronte afati, nuk kishte asnjë anije që të lundronte. Atëherë çfarë thot? Zoti im, thot, ty dëvura, thot, dëshmitar, dhe ty dëvura, thot, wakil, thot, përgjegjës edhe garant për borxhin tim. Nuk mundet një person që e don Allahun xhelleshanuhu ta tradhtoj Zotin, e tradhtoj njerëzit, e mos jetë korrekt me njerëzit. Atëherë i merr 1000 dinarët edhe i fut me një sunduk, i fut me një trung pemë, edhe e improvizon pra trungun e pemës, edhe e nis në det, thot, o Allah, thot, kaq kisha mundësi me nejt korrekt, nuk ka asnjë anije, ti e din më së miri. Edhe e hedh
trungun në det dhe thot, ty ta kam lënë në dorë, thot Allah, unë du me qenë korrekt, po kjo është mundësia ime e vetme. Pastaj me anijen më të parë niset prap me 1000 dinar tjera që të shkoj të takoj shokun e tij atje. Ndërkohë që shkon ke shoku i tij atje mbas 2 javë, 3 javë, sa mund të ishte anija e parë, i thot o vlla im, thot, të më falësh, thot, se unë thot as nuk rrej dhe as nuk mashtroj në emër të Allahut. Unë e dua Allahun fort, thot. Po pasha Zotin, thot, nuk ka pas anije, nuk kam lënë ditë, thot, pa dalë në Bregdet aty, thot, në port, thot, në liman, thot, edhe nuk ishte anije. Dhe thot, u mundova e bëra sakrificën time. I thot, vlla im, thot, mos u bë merak ty Allahu, tash problem, thot, edhe Zoti ta bëv dritë, thot. Ashtu siç e kishe në jetën, unë, thot, duke dal, ti ke dal anë duke pa për anije, unë dil shakne, thot, mos vjen në anije që të merresh lekët se mu deshën shumë ato para. Dhe thot, një ditë, thot, gjej një trung pemë këtu në Bregdetje, thash serdhja sot anija, të paktën po marr këtë trung pemë ta djegë dhe të ngrohem. Kur e hap në shtëpi, gjej, thot, që ishte 1000 dinarë. Vallai, thot, zemrën, thot, plot e kam pas. Zemrën, thot, plot e kam pas, më mbush shpirti, thot, me dashuri për Allahun edhe për ty, thot, vllai im. Sepse ata cilët e duan Zotin me shpirt mundohen të rinë korrekt, edhe ke e madhja, edhe ke e vogla, mundohen mos i cënojnë njerëzit pra në karakteret ose në drejtat e tyre. Hasan el Basri thot, kjo, thot, është dita e atyre që e duan Allahun dhe janë robt e mëshiruesit. Pra ata hecin në tokë me paqe, ata shpërndajnë paqe, ata janë korrekt me njerëzit. Po nata e tyre si është? Si mund të jetë nata e tyre vallë? Për Zotin e Madh, në momentin që mora të përgatis hutben, ndalova me veten time dhe thash, unë vetë nuk është se jam njeri që falem çdo natë namaz nate. Po thash me veten time, kjo nuk do më pengoj që ti këshilloj veten time dhe vëllezërit e mi, dhe ti tregoj se si janë rob të mëshiruesit, ata cilët e duan Allahun xhaleshanu me shpirt. Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dhe ata cilët natën e kalojnë natën në ruku edhe në sejdë, një pjesë në natës çohen edhe falen për Allahun xhaleshanu. Ndërkohë që të gjithë njerëzit janë duke majtë dhe duke bërë atin e tyre duke qetësu trupin nga aktiviteti ditës, siç e ka bëu Zoti që flejmë. Namazi natës nuk është i domosdoshëm dhe nuk është i detyrueshëm. Se po të ishte i detyrueshëm Zoti na fal, neve ai i cili nuk e fal hyn gjunaf. Por se kjo tregon se ata që e duan Allahun me shpirt dhe duan Zotin me zemër, e prishin pak nga rehatia e natës, që të përjetojnë kënaqësinë dhe dashurinë që kanë për Allahun xhaleshanu vetëm për vete me Zotin e tyre. A keni pa vëllezër të nderuar ai i cili ka hall ose siklet? Pasha Allahun gjithë e kemi provuar. 3 herë, 4 herë, 5 herë natën del gjumi. Madje futet edhe në ëndër sikleti dhe halli që ke. Dhe bëhet edhe në ëndër, nga i herë fillon edhe duket e sigur po bëj zgjidhje në ëndër. Sepse përjetimet e shpirtit njeriut pra janë të tilla. Në momentin që njeriu ka një breng, njeriu e përjeton, nuk bën rehat natën. E kush ishte brenga e këtyre njerëzve të cilët duan me qenë rob të Allahut dhe rob të mëshiruesit? Walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana gharama. Ata kishin një breng shumë të madhe. E kjo breng i xheron të gjithë brengat e tjera. O Zoti ynë, na largon neve dënimin e xhenemit ja Allah, sepse dënimi i tij është i përjetshëm. Dënimi i tij është i përjetshëm, subhanallah. Pra rahatia nuk mundet që të zej vend tamam në zemrën dhe shpirtin e tyre, sepse kanë një breng shumë të madhe e besojnë Zotin me shpirt. Megjithëse ata bëjnë punë të mira, megjithëse ata janë korrekt, megjithëse ata mundohen të jenë pajshëm me të gjithë, prap nuk kanë besim ke veprat e tyre, po duan patjetër të përfitojnë mëshirën edhe faljen e Allahut xhaleshanu. Dhe në kohën që njerëzit qetësohen, ata nuk mund të qetësohen sepse qetësinë duan ta gjejnë ke duat edhe ke lutjet edhe ke përgjerimi për Allahun xhaleshanu. Këta janë robët e mëshiruesit, thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar. Dhe kur e kuptuan se xheneti dhe xhehenemi është hak, megjithëse pra kanë punu, ata nuk shpresojnë shumë tek veprat e tyre, por se ata vëllezërit e mi shpresojnë më tepër tek mirësia edhe tek falja edhe tek amnistia e Allahut xhaleshanu. Patjetër
kanë bë mirë, patjetër janë largu nga e keqja, nuk I bëjnë dëm kujt, mundohen që të jenë saktë dhe korrekt. Ama kjo është gjendja e tyre pra që e duan Allahun xhaleshanuhu me shpirt e me zemër. Po nëse e kemi hallin edhe si e kemi gjendjen tonë, a dum neve ta fitojmë xhenetin? A dum neve të na ruajë Allahu xhaleshanuhu nga xhehenemi? Çfarë jemi duke bë dhe çfarë po veprojmë neve për këtë qëllim? Se ky është një nga qëllimet më të mëdha. Është një nga qëllimet më të mëdha që ka besimtari. Subhanallahu el-azim. Thot profeti alayhi salatu wassalam, thot la tansu el-azimatayn. Mos I harroni, thot, dhe mos I neglizhoni dy më të mëdha fare. Dy më të mëdha. Ka thënë xheneti dhe xhehenemi. Pra njeriu ka qëllime në jetë, njeriu ka objektiva në jetë, njeriu ka planifikime që I bën në jetë, do arrisi deri diku, do ruhet nga diçka, do mundohet të heci në këtë rrugë dhe të bëjë diçka. Qoftë në arsimin e tij, qoftë nga ana financave, qoftë në biznesin e tij, qoftë punën e tij, te familja e tij. Ama një nga qëllimet më të mëdha, I cili I përfshin të gjithë qëllimet e tjera dhe është mbi qëllimet e tjera, është pikërisht nëse ti nuk arrin xhenetin dhe nëse nuk të ruan Zoti xhaleshanu nga xhehenemi, të gjitha tjerat pastaj zerojnë dhe nuk kanë pas as si kuptim edhe as si vlerë më. Paktën ne që jemi besimtar, që besojmë Allahun xhaleshanu, duhet ta kuptojmë mirë këtë gjë. Në këtë rrugë dhe në këtë qëllim, të gjithë tjerat bëhen kollaj, pastaj bëhen të vogla. Nuk mundesh ti shpirtin ta ngarkosh ndaj njerëzve, edhe të rish gjithë jetën ta kalosh me urrëtie, me smir, e me dëshirën ose me qëllimin që kujt I gjej rastin me I bënë një manovër, me I bënë ile Zotin na rujt, për Zotin. Allahu na rujt. E lusë Allahun xhaleshanu të na falë, të na mëshiroj. Amin. O Zoti ynë, ty të lutemi, na falë dhe na mëshiroj, ja Allah. O Zot, na tregot të drejtën dhe të vërtetën ashtu siç është dhe na mundso pasimin edhe ndjekjen e saj. Na mundso të jetojmë si besimtarë të mirë, ja Allah, si besimtarë që e kanë në zemër dashurinë për ty, dashurinë për profetin tënd, për Kur'anin tënd, dashurinë për të mirën, ja Allah. O Zot, na tregot kotën edhe të pavërtetën ashtu siç është, ja Allah, na e qartëson zemrat edhe mendjet tona. Dhe na mundso, Zot, që neve të shmangemi asaj maksimalisht, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, na largon ne. Largoj zemrat tona nga mëkati, ashtu siç largove lindjen nga perëndimi. Bëje fjalën tënde Kur'anin famlar, gjelbrim edhe pranverë për zemrat edhe për shpirtrat tanë, ja Allah, që të jetojmë si besimtar, ashtu siç ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, një Kur'an që ecën mbi tokë. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, që neve të na bësh prej dashurve tu. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, që ti jesh mbikëqyrësi i jetës tonë. Dhe ti, o Zot, ta drejtosh jetën e gjithë secilit prej nesh, aty ku është kënaqësia jote dhe dashuria jote, dhe aty ku është suksesi për ne, ja Allah, në këtë dynja edhe në ahiret, ditën që do dalim përpara teje. O Zoti ynë, ja Allah, na bashko bashk me njerëzit e tu dashur, me profetët, me njerëzit e ulijat, edhe me njerëzit e sinqert, ja Allah, ditën që do dalim përpara teje. Na falë ne. Fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët, ata cilët janë gjallë, ata cilët kanë ndruar jetë dhe kanë hikur nga kjo botë. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. Zoti ju shpërblet.